është një ëndër kjo, do ta realizoj unë, do mundohem po, kur do jepem jo, dhe shumë vështirësi, kur unë ti kaloj. Do të jemë si një zonë që lartë do flu. Dhe shkojmë tek Moti. Po para se shkojmë tek Moti. Koleg, të lutem, para se shkojmë tek Moti, ju rikujtojmë gjithmonë Smart Home Albania sjell teknologjinë që ta bën jetën më të lehtë. Kontrolloni shtëpinë, vilën apo biznesin tuaj nga telefoni, kudo që jeni. Siguri, komoditet dhe stil në një prekje të vetme. Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Jepe lajmin e mirë. Çfarë të them? Jepe lajmin e mirë. Unë pash Gjergj Lucën në makinë që bën një mesazh për shefin e policisë, por nuk e kuptova aso kohë lajmin për çfarë ishte. Se i kemi shok tha këta çunat, na i ke heq, tani po e monitoron të gjithën me kamera. Në fakt pastaj më tej e kuptova, kjo është histori e vërtetë. Në fakt më tej e kuptova, nuk e di pse më doli video Gjergj Lucës. E më mirë. Jo se ka algoritmi ndonjëherë. Algoritmi është nuk e di çfarë ka kuptuar algoritmi për mua, po ma shërbeu si lajm. Megjithatë pas ka pas rëndësi sepse tashmë po kuptoj që fliste për një çështje sociale. Po. 12 ditë pas i mori frenat e drejtorisë së përgjithshme të policisë, Skënder Hita ka firmosur urdhrat e parë Mateo Çela për organizimin dhe funksionimin e institucionit që drejton nëpërmjet një mesazhi të shpërndar në Telegram. Mbaroj fare. Por them mbaroj fare në Telegram. Po. Hita nese pak rëndësi ka se ku e ka komunikuar, rëndësi ka që ka komunikuar diçka. Hita mësohet se ka kërkuar që t'iqen patrullat policore nga rrugët nacionale e jo vetëm. Referuar urdhrit të shpërndar në rrjet mësohet se krye polici i ri ka marrë ankesa të shumta nga qytetarë të cilët janë shprehur ose kanë shprehur shqetësime mbi ndalimet rutinë të kryesuara pa një bazë të qartë ligjore apo vonesa të panevojshme. Hajta ndashte tani. Hajde ndaj tani, vërtet. Jam kurios, ti personalisht Mateo, si e pret këtë gjë? Ç'është e vërteta? Unë bezdisem. Bezdisem sepse kur shikon kështu patrulla krijohet ajo tani. Unë jam me 140 Allah. Pse duhet unë shikoj patrullën, ta ndaloj, ta zbrez tani më vonon kohë. Bëj shaka. Shiko, problemi me këto ndalimet e panevojshme janë pak bezdisë në fakt, nuk e di atë ka ndonë ndonjëherë ty. Po me ato lek do bënim kopshte do. Jo, ndalimi panevojshëm është kur ku digjon, ka një dyshim për një gjë të caktuar, të ndalon, rrin atje 5 minuta, 10 minuta, bëhet një kontroll. Domethënë është diçka që nuk e di, po nuk është se është me vlerë ose kanë qenë kohë mira, ke parasysh se dije kush ta merrte lekun më parë. Më shikoj, kishte një marrëdhënie, ishte si muzika live. Tani është e gjitha tash është me DJ. Tani është për me DJ. Vjen ai aty ve u bën edhe ikët. Po. Pi cigare. Tani supozohet se ndërmjet droneve dhe teknologjisë, qofse ka tejkalim shpejtësisë, atëherë do të ketë gjoba ke shtëpia mos jashtë. Do të ketë, do të vi në shtëpi. Shumë mirë do bëj. Unë personalisht jam i pari tifoz. Shiko, personalisht për te çdo lloj shakaj unë mendoj se ka bërë shumë mirë. Ka bërë shumë mirë, më. Absolutisht i ka bërë mirë. Ka bërë shumë mirë. E para e çdo. Ja më pse kanë lezet në vetë, por që gjejnë, domethënë kryesisht sa kalon në një kështu xhep, në xhep, në kthes, vendalit e din për shembull kur bën një rrugë që do shkosh nga Tirana në Gjirokastër, për shembull vendalit e din, po domethënë nëse mund të gjesh në një makinë kështu me targa greke, rri mbrapa, do jesh korrekt. 140 ai, 140 ti. E ulaj me 60. Po si thuaj këtë gjë. Çfarë vjen njerëz mos, je turbo. Është e vërtet kjo. Nëse shikon një makinë Toyota Corolla 92-shit që me siguri s'ka as dokumenta asgjë. Si thot ai bozi, ka hedhur shtëpinë sipër. Po, ka edhe shtëpinë sipër stroma kështu me radh. Ndiqje nga pas është sigur që ai e di ku dhe si të eci. Megjithatë kujdes, sepse ndonjëherë ata ecin sepse dhe i njohin ata, mund ta ketë çun xhaje të tjera me radhë. Ai kalon me 140, ti kalon me 140, ty të ndalojnë. Kështu që mos i besoj gjithmonë. Megjithatë, Mateo, unë për te shakas, sepse ne bëjmë shaka, unë personalisht e përshëndes civilizmin në sensin se thonë që
kameleoni është përshtatur që të ndryshoj ngjyrat e tij, oktapodi ka një kamuflazh të jashtëzakonshëm, do me polici ishte kthyer në qenien më kamuflazh në botë. Edhe nuk ishte një atraksion i mirë dhe në fakt ndonjëherë dukej dhe pa lidhje fare. Që të ndalonin domethënë thjesht për një konfirmim, thjesht për një për qef tyre, thjesht sepse mund të ishte makinë vetme që kaloje në atë zonë prej një ore. Ta ndalojmë tani. Ta ndalojmë tani se një dorë muhabet ta bëjmë. Për mua është nismë pozitive. Nuk e di se si do të rezultojë sepse ne çfarë është vërtet amator, ne kemi një gjuhë dhe një lloj kodi dhe një lloj etike në rrugë si shofer që realisht është skandaloze më burr. Është skandaloze. Është mënyra se si ngasin shqiptarët, nuk po përgjithsoj të gjithë shqiptarët, por një pjesë e mirë e shqiptarëve është për të vënë duart në kokë. Para një herë urrëti e madhe shkon për gjithë ata, ta them nga shpirti, që vinë të ngjiten në autostradë, të rri 2 metra larg, kupton, dhe të kërkon të i hapësh rrugë ku dhe si dhe kur e do ai. Ik ti të vi unë, po për çfarë arsye? Shtuku ti mos ekzisto ti, domethënë, mos ekzisto ti, vëlla, që të jem unë, të kaloj unë. Më kupton, të vjen të ngjiten ndërkohë që është autostrada është e mbushur, domethënë është plot, më janë 35 makina të tjera. Kupton, ka për borxh që të riskoj 35, 40, 500 shoferë të tjerë të vitin ngjitet aty për t'i hapur rrugën, kupton? Është ai individi klasik, kupton, që po të mos ishte ai shpejt do ta kishte edhe dorën jashtë. Është me kënd i ulur në makinë, shtremër në mënyrën se si normal. Se dile i del koka ke xhomi mrapa. Po, është maksimumi, domethënë ka 2 kategori. Mesatare e tyre është vërtet 80 kg, po kjo sepse disa janë 43, janë hipotiroizëm komplet dhe pjesa tjetër janë 120, kupton? Një njeri me peshë trupore logjike nuk do gjesh te këta që e vërtetë është. Që ngjiten kështu. E vërtetë. Nëse problem rrut janë bërë edhe këto makinat e reja elektrike, se ato pas kanë sa sisteme kështu vetë frenimi, vetë parkimi, çfarë janë këto. Edhe këto makinat po të ngjitet shumë. E perceptojnë sigur ka rrezik se do t'i godasësh e kështu dhe frenojnë gozhd ose nuk e di, reagojnë vetë makinat. Edhe po reagojnë kur i vjen nga mbrapa rreziku, jo nga para? Po hajde me reversi. Kanë 360 gradë, që është e vërteta. Ti vesh dhe afër shumë prap frenon. Domethënë është një çakordohet, domethënë. Mos i shkoni më makinave aq afër kur i kërkoni rrugë, qofse ai tjetri nuk ta hap rrugën, do thotë që ka një arsye. Edhe aksidenti që kishte ndodhur ato tifozët e AEK-ut, nëse e mban mend, për një gjë të tillë kishte ndodhur pasi domethënë line assistant ishte. Line assistant, por nuk kishin ndezur sinjalin dhe ky ishte problemi. Po imagjino tani një makinë që është bërë me të gjithë sensorët për të respektuar rregullat, të vinë në Shqipëri, e ke parasysh do çmend. Shiko se kjo është dhe një test e para për shoferin, sa i zoti është, por e dyta për këta që të vinë të ngjiten shumë, është edhe një test për makinën, kupton? Ai në këtë formë kur vjen të ngjitet kaq shumë, para që të rri 1 metër, sepse ai kauri që thon që e ka bërë që të kesh një distancë të madhe, ka llogaritur kohën e frenimit. Po. Kohën e reflektimit, e reagimit të shoferit tjetër. Dhe sa distancë duhet, dhe normalisht prandaj vendosin një 40 metësh, 50 metësh distancë. Ti i rrit 3 ose 2 metra me 110. Kupton? Dhe thot, shiko, olla po range-i. Olla. Po sistemi frenimit që kam unë pse një lloj si ai para kam unë. Edhe 2 minuta në vend të frenoj, unë prap kam kohë. Kupton? Vje i Benz me portbagazh që merret me gips nga. Patjetër. Më ka ndodhur mua më ra në autostradë, është histori e vërtet. Më rrinte gjithkohës, u kalova një herë në djath, nuk e di pse, kalova prapë në të majt. Më rrinte jashtëzakonisht afër, frenoi tjetër, frenova unë më ra. E dija, domethënë sa frenova, thash, u bëra gati bum dhe kur doli me paturpsin më të madhe, wow, si të rash unë ty. Jo. Si s'po të pije unë ty, si s'po të bie unë ty tash. Nëse kjo ishte lajmi i parë, më pak se 24 orë Mateo Çela shpejt të mbyllet sërish ngushtica Hormuzit, rriten tensionet SHBA-Iran. Çapo heqja e ngushticës shkret vëlla, hapu myll. Vetëm 24 orë pasi u njoftua hapja e saj, Irani ka rikthyer blokadën totale në ngushticën e Hormuzit, rrugën ujore më strategjike në botë për transportin e energjisë. Teherani zyrtar deklaroi të shtunën se po i merr kontrollin e rrep të kalimit si hakmarrje ndaj blokadës amerikane mbi portet iraniane, duke goditur kështu shpresat për një marrëveshje paqeje përpara skadimit të armpushimit.
një situatë jashtëzakonisht e vështirë se sa ul çmimi i naftës tu më burr. Do filloj do reflektoj për ato. Do filloj të reflektoj. E më kam Pa marru gazetari për kthimin e lajmit është e kanë përkthy ato. E kanë se i ndjekin lajmet direkt në Iran. Urrit? I ndjekin në persisht lajmet. Urrit. Ngeli i shkretit e shkalla, hyp ndron numër, nge tabelat e karburante. Unë e di pse shnojnë. Ore lena atje lart. Le varet. Le tri atje lart. Ngjitja bukën me litar, pa rri aty ke tabela ai, e ve, ç'a bëhet kështu valla. Po. Shumë problem kjo çështja dhe po lexoj analistë të ndryshëm në lidhje me këtë çështje dhe domethënë Trumpi tani e nxjerr sikur çdo gjë është okay, është normale, ka nën kontroll. Irani nga ana vet mundohet të tregojë që nuk jemi nën kontrollin e askujt, bëjmë çfarë duam, etj. Është pak problematike si çështje se tani ato, kjo ngushtica nuk është se është si thua diçka që ka krijuar Irani. Ajo është një kalim natyror, si thua, edhe nuk mund të mbyllësh ti diçka që nuk të përket ty. Ato e bëjnë në kuadër të shkeljes etj. Nga ana tjetër edhe Amerika, domethënë e ka shtruar këtë Po se Amerika që do të kontrollojë për shembull. Po pra, ideja është që tani e nxjerr sukses se zhbllokuam diçka që ishte e zhbllokuar. Po qartë. Tani në rast se sigurisht kjo ka qenë edhe diskutimi edhe në senatet amerikane, nuk mund të krenohesh për faktin që ke shkaktuar një situatë të cilën ajo situatë ka bllokuar dhe tani të krenohesh që e ke zhbllokuar. Megjithatë, sigurisht nuk kuptohet që çështja është më delikate dhe arsyet sepse SBA-ja është futur në luftë tashmë secili ka një version të tij që ndonjëherë mund të dëgohet konspirativ, ndonjëherë mund të jetë vërtet konspirativ, ndonjëherë mund të dëgohet konspirativ dhe mund mos të jetë konspirativ. Ajo për cilën kam përshtypjen shumica e ekspertëve bien dakord është që Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërmjet kësaj lufte e para kanë faktorizuar Iranin, e kanë kthyer në një fuqi të lindjes mesme, të paktën deri tani. E dyta kanë faktorizuar dhe ulur peshën e tyre në arenën ndërkombëtare. Supozohet se kur futesh me atë zell në një luftë dhe me ato deklarata, duhet t'i japësh një drejtim. A do ishte mirë të rrëzonin mbase një regjim iranian dhe të vendosin një regjim më të butë për qytetarët e Iranit, të cilët në pjesë dërmuese duket sikur janë kundër një sistemi të tillë, por ka rezultuar që është një humbje për Shtetet Bashkuara dhe pasojat e të cilës besoj se po i vuajmë të gjithë ne. Të gjithë, absolutisht. Po një shpenzim i jashtëzakonshëm edhe Italia ishte tërheqë tërësisht. Janë tërhequr me të gjithë. Trumpi kishte thënë që ju konsideroni armika, Irani del vet thotë që italianët ne kemi në shpirt, lashat e mi kantare, dëgjohet çdo ditë këtu. Dhe nëse do ndjeni të kërcënuar, kishte thënë një prej tyre, do keni mbrojtjen tonë, rrini të qetë, kupton? Do doli Irani që të mbrojë Italinë. Shikoj, Europa me këto ritme që po shkon, pse? Po, për mua është muhabeti mbyllur Europa, domethënë. Po s'mori në imas tani është e mbylli. Duke si deklarate dopjo stret. E mbylli Europa, muhabeti mbyllur, por në fakt kështu është. Jo më thënë me fjalë. Ke parasysh ka qenë një foto, është shumë e famshme në fakt që është një ushtar që ka armën edhe i vendosi një luledele tek arma. Po. Kjo është kthyer në strategjinë e Europës. Do ketë ushtar kështu të ndjeshëm me këtë. Puthe, po. Nëse shikoj, e vërtetë është që shtetet të cilat kalojnë shumë kohë pa luftë, fillojnë këto idealizmat, mos e therr kecin. Kokoret si mund ta hash atë, kupton? Han vetëm brokoli, panxhar. Pulën për shembull i dhimbse dhe kur bën vezmë, jo ta hash kështu. Pse duhet i hau ushqimin po? Mos bëjmë pasarshit e pulës. Hajde bëjmë xhiro me bicikleta, anës lumi. Po. Nëse Europa shikoj, Europa firmosi për mendimin tim kontratën e vdekjes saj, në momentin që mbylli dhe marrëdhëniet pozitive me Rusin, në sensin e marrëdhënieve se Rusi është depoja e madhe e Europës. Jo se ti do të fillosh ti vësh embargo siç u vendosi në periudhë mirë kohore, a thua se do dëmtonte Rusin, thjesht ti mori Kina të gjitha, s'ka problem. Të vazhdon Kina historinë e saj. Europa po plaket, po zvendçohet popullsia e saj, identiteti i saj po humb. Ata që janë europian tashmë
mund t'ju bësh çfarë duash, mund t'i rrash rrugëve, nuk ka pas ndonjëherë mashkull më qesharak se këto 20 vite të fundit e Europa. Nuk e ka pas një investim i frikshëm për çdo politik për të arritur këtu ku ti sapo përshkrove. Po, dëbëj kanë hap varrin vetë europianët vetë syre. Dhe me sa duket të shiko, historia rikthehet. Europa nuk ka qenë gjithmonë qendra botës. Sigurisht Europa është shumë e rëndësishme për çfarë ne konsiderojmë vlerat perëndimore. Ka qenë baza vlerave perëndimore, po edhe këto vlera perëndimore po ta mendosh, ka nisur nga diku. Fillimisht thon ka qenë helenizmi, që pastaj transformoi romakët, që pastaj romakët e shpërndan më shumë dhe u gjetën bazat dhe thua thelbi i ndërtimit të Europës moderne, po ta mendosh më shumë se aq, edhe helenizmi, edhe antikiteti helen, bazat e tij mori nga lindja e mesme. Para se lindja e mesme ishte kjo lindje mesme, se kjo lindje mesme tashmë ka një karakter tjetër, nuk është ajo lindje e mesme, megjithatë çën cikadori ngrihen. Atë lutem, mos ja, sumnerë thot ai. Okej. Po edhe ata patjetër, edhe ata. Mundohemi të japim një kështu. Po një kalim historik, që nga dinosaurit. Okay, po argumenti është që çdo perandori ka një cikël dhe ka një fund, sikurse do të vi edhe humbja e kontrollit mendoj të pushtetit dhe të qenit parët e globit edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është më se normale. Shiko, hapi ty herë te Europa. Shiko, po ta mendosh në bota, jemi kombi më i vjetër, si nuk e di pse kërënohen që jemi kombi më i vjetër, nga del që jemi më të vjetër në raport me këtë. Themi ne më. Dakor. Shiko, ishte një dhënë shumë interesante. Kina ka qenë 7 herë kombi më i rëndësishëm i populli më i rëndësishëm i botës. Vendi, krajina, çfarë të themi, vendi. Më i rëndësishëm për 7 herë në historinë, 6 herë në historinë e saj, kjo mund të jetë hera e 7 që rikthehet. Për kush një çudi që Kina të dominojë. Mira të çthemi gjithë këto gjëra gjatë mos zgjatemi më shkojmë. Ne kemi gati ca parrulla, kështu që na kanë ngelur. Po patjetër ne kemi dhe eksperiencë. Ne kemi edhe miqësi të vjetër me Kinën. Urat i kemi akoma të kinezëve, hidrocentrale gjë. Shpërndante kokainë në Patos. Arrestohet 28 vjeçari nga Norvegjia. Një 28 vjeçar nga Norvegjia është arrestuar nga policia në Patos të Fierit, i cili dyshohet se shpërndante kokainë. Sebastian Temples qëndronte përkohësisht në një ambient të marrë me qira në fshatin Sheqishte të Patosit. Nga kontrolli i ushtruar në automjetin e tij, gjithashtu i marrë me qira, u gjet dhe u sekuestrua një sasi lëndë narkotike. Nuk kishin kap goxha, ç'është e vërteta? Shiç bën Patosit vlla tregti ndërkombëtare. Ore me kontakte norvegjie. Ore që kur kaluan ata nga tregtia e salmonit në mall. Sa ta kuptoj. Realisht, çfarë lloj perversiteti ishte ky që dëgjuam? Se realisht nuk ka asnjë lloj perversiteti. Po ç'është çmenduri apo? Është sikur ka shkruajt Quentin Tarantino këtë lajm. Po as Quentin nuk e. Si ma shpjegon? Ka pas lënë Kubriku këtë lajm. Mund ta imagjinosh për shembull është një djalë që është ka lindur në Oslo për shembull ose në një qytet tjetër. Le të themi ku në rrethinat e Oslo. Në rrethinat e Oslos. Është rritur në sistem Montessori. Po. Prindërit e tij kanë mësuar për shembull mos bëj detyrat nuk janë të nevojshme, ti ke drejtën të jesh gjithçka. Merr dije, kupton? Është rritur në një komunitet që t'i japin mjafton që të marrësh furim 3000 euro për shembull. Çfarë shtyn një individ që vjen nga Oslo të përfundoj në Sheqishte të Patosit. Sheqishte të Patosit duke pse në Sheqishte të Patosit një herë? Kishte gjetë lirë shtëpinë atje. Është 400 euro, 1+1. Gazon njerë, po ka garderob. 400 euro në Sheqishte, po të t'japi dhe 5.000 metra tok. Bashkin. Qa thua? E paguan ai 50 euro që ta mbaj hapur shtëpinë, se është në Angli vetë. Nëse kujt ja shiste një herë dhe pse? Tani ai është gjetur aty, nuk është se i ka treguar. Okej, po mund të punojë në Tiranë. Po mund të punojë në Tiranë. Qartë, edhe është për të humbur gjurmët. Ai është për të humbur gjurmët. Por pra se po mundohem të kuptoj se s'më bën sens asgjë më për të lajmë. Tash mund të ketë pas si tush banor të zonës që e meshin në Baxho vetë lëndën e parë. E ke parasysh? Por që nuk shiste, nuk e kishte ai vlla me pakic. Ai vetëm për në nder, për në mik. E ke parasysh? Nuk shiste kështu ai vlla. Mos e vjen siklet bile se do dilte atje do takonte do ashtu. Nuk ai kishte për hobi. Ai kishte për hobi. A thua e ka bërë thjesht për sensin aventurës për shembull? Po patjetër, mendoj se po tani.
Po thjesht ideja është që Shqipëria, ky lajmi më bëri përshtypje sepse po ndërkombëtarizohet në çdo drejtim, në çdo kuptim. Domethënë nuk ka tani do vinë dhe njerëz nga Norvegjia që merren me këto punë. Domethënë është e vërtetë kjo që thua ti që çfarë detyron një 28 vjeçar nga një vend i tillë të vi këtu, por është turizmi aventurës, Rud. Është turizmi aventurës që po trumpetohet fuqishëm, edhe nuk ka pse mos vi, pse çfarë problemi ka? Jo, Do ta kapin. Dakord pra, po tani. Po Nordik është ai do ta. Nordik është ai, e ke Ta nxjerrin direkt. Ai shkreti bën vaki, mos kujton se janë burgje si Norvegji. Ke para ato lajmet që dalin, Po. si është burgu Norvegji për shkak. Burgu Norvegji në Shqipëri futet ke 4 yje. Po Se këtu i vemi yjet vetë. Jemi mirë i nxirrin ata në Norvegji, e di apo jo? Si? I nxirrnin nga burgu, i Po, nxirrin, patjetër. i mbanin gati gjithë ditën i mbanin jashtë, pastaj i kthenin që të flinin Ndarë në ke burg. shko atje dhe bëj një 6 orë gjumë burg. Po. Po, Dyshejqe gjëra. E më bëri Kushte. dhe presidenti Bayernit. Uli Bëri dhe. Hannes. Uli Hannes bëri burg, po. Po bëri burg i shkreti se çka kishte bërë, është evazion fiskal 20 milionë euro. Po bër. Që merr me budalliqi Gjermania, unë nuk i marr vesh ato. Po nëse hajde. Nëse bëri sa bëri? Bëri një 2 vjet. Bëri një 2 vjet ai. Domethënë vazhdonte punën edhe ndarke shkonte në burg, atje. Flinte. Po të merë, valla, i kanë shumë të... Shiko, është një shprehje që thotë treguesi më i qartë se sa social është një shtet është mënyra se si trajton të burgosurit e tij. Po nuk mund të themi që nuk mund të ngrem shumë akuza për sa i përket burgjeve shqiptare, se këtu kemi dëgjuar që çfarë s'bëhet në burgjet tona. Po vllai. Po çfarë flet o vllai? PlayStation, po çfarë kush i fundi? televizor 65 inch. Televizor nga ato që janë kështu me kthes, me Vizit, kënd. po me kënd, me të lakuar, kështu me të lakuar, pastaj vizita lloj-lloj. Po. Po lutem, vjen keq. Më vjen keq. Telefone ke tjetrin bëj live stream nga burgu. Është parë kështu Live stream nga burgu. Taylor Swifti. Po Taylor Swift është parë diktatori mo. Ai Sasha Cohen te filmi Diktator që është parë në burg. Tu lut live ke teatri në burg. Po, absolutisht mo. Domethënë nuk mund ta ankohesh për burgje shqiptare. Jo, e vërtetë. Nuk mund ta ankohesh për burgje Por shqiptare. që kjo vjen nga që mundohen vet, jo se shteti ofron. E qartë, po shteti e lejon, domethënë, nuk është se. Tashi, kështu që mund ta ankohesh për shumë gjëra, po për burgjet ka. Kemi ofruar ca kondicione dhe është gjë e mirë në fakt. E vërtetë. Që të ofrosh kondicione të tilla. Nëse po i çuditshëm ishte lajmi dhe çfarë është vërtetë do më duke e njëjta gjë sikur thoshe që një shqiptar është arrestuar se mbjell pisha në Norvegji, kupton? Domethënë ishte e njëjta gjë. Po çudira tha, çudira, është vend i çuditshëm. Shiko, Shqipëria nuk rresht kurrë së surprizuar. Po të analizosh numrin e popullsisë që kemi me numrin e lajmeve skandaloze dhe çuditshme që prodhojmë, është mund të jemi lider në absolutisht në rajon dhe jo vetëm të thoja. Është treguesi i kreativitetit. Është gjë pozitive, nuk është negative. Më vjen shumë mirë për të. Lajme të tjera Mateo, ku jemi tani? Lajme të tjera për shembull, duke qenë se ishte shkojmë nga Norvegjia në Suedi. Ikim. Pas eksperimentit me arsimin digjital, Suedia rikthen librat e shtypur në shkolla. Suedia po ndryshon drejtim në politikat e saj arsimore, duke rikthyer librat e shtypur në shkolla pas më shumë se një dekade të fokusuar tek arsimi digjital. E mam mend se dhe Suedia i thotë, ç'ne ky libër? Po në çdo shkollë do ketë nga një kompjuter. Ç'menesh. Këto janë fjalë të thëna 2019 vlla. Sot nuk i dëgjon më këto. Në çdo shkollë do ketë do ketë nga një tablet. Po ka pra. Në vitin 2009, dhe në Suedi, shkolla suedeze nisi një transformim të gjerë ku tekstet tradicionale u zëvendësuan gradualisht nga laptop dhe tableta. Synimi ishte modernizimi i mësimdhënies dhe përgatitja e nxënësve për një botë gjithnjë e më të digjitalizuar. Megjithëse pas disa vitesh zbatimi, autoritetet arsimore dhe ekspertët filluan të vërejnë probleme si ulje e përqendrimit, vështirësi në të kuptuarit e teksteve dhe dobësim të aftësive të shkrimit. Është vërtet në fakt se ato kanë përshtypjen që duke përdorur gjithkohës tastier nuk din të shkruajnë. Po do thuash ti pse do duhet të shkruash? Kur ti do përdorësh në jetë në punë një kompjuter, një laptop, do përdorësh celularin, smartphone etj. Po nuk e di gjithsesi. Unë kam përshtypjen që eventualisht nuk do duhet të shkruash fare. Patjetër më tash me voice. Po, me voice, nuk ka nevojë edhe të shkruash, po interesant. Do të thënë, a duhet të shkruash nëse nuk shkruhet më? A quhet analfabetizëm për shkakun nëse ti nuk di të shkruash, po në shoqëri nuk është më e nevojshme të dish të shkruash. Po tani mirë do ishte që edhe të dije, valla. Po për çfarë? Po të dish më burr. Është dakor, filloi lufta. U dogjën pajisjet. Po do të shkruash një mesazh. Po ku do mësosh se je në gjendje? Ora ideja është si thua, nuk do të futboll pos ditë me 5 palë. A ditën ndezësh zjarr. Në një kontekst kohor të caktuar, nëse s'dihet ndizë zjarr, do ishte një tmerr. Po sot
Nëse s'di të ndezësh zjarr, s'ka asnjë problemi. Ku do duhet të ndezësh zjarr? Po tash i gjë e din ato më burr. Pse e bëjnë këtë gjë? Nuk e di fare. Po Nuk e kam iden, po që në sens ngre pyetjen. Po në fakt ata dhe supozohet se e dinin kur digitalizuan gjithçka, pastaj e rikthyen pas. Mase mund ta riheqin, domethënë. Po ka vërtet rëndësi të bësh gjëra të cilat supozohet se thonë që njeriu duhet të jetë i pavarur, duhet të ketë mekanizma komunikimi, duhet të flasë, të shkruajë, të këndojë etj. Me radhë. Okej, pse? Nëse po ndërtojmë një shoqëri që është tërësisht e digitalizuar dhe e varur nga inteligjenca artificiale, për shembull në rastin konkret, mësos përdorësh pajisje. Përdor pajisje, po, janë duke u shpikur vazhdimisht pajisje të cilat mbase para 3 vitesh kishim kolla mirë. Para 3 vitesh kishim apo jo, doli pajisja e cila vendosej, ishte Elon Musk ai që po e zhvillonte si teknologji dhe duket se vetëm to Gigi Lera. Vetëm jo më larg se 2 vite më parë u bën eksperimentet e para në cilët vendosej një pajisje në tru dhe vetëm ndërmjet mendimit tënd arrije që të kontrolloje një kompjuter. Sigurisht kjo teknologji që sot është aq e rrallë dhe e kushtueshme, ka treguar eksperjenca njerëzore që pas 10 apo 15 vitesh kthehet një normalitet. Tashmë do të kemi në vijim është sigurisht do të kemi një pajisje që vendoset diku këtu ose mund vendoset dhe inkorporohet brenda trupit ton, e cila do kontrollojë çdo pajisje. Pra do fikësh dritat e shtëpisë, do ndezësh kompjuterin, do ndezësh televizorin, do fikësh televizorin, do ndryrosh kanalin. Do përkthesh automatikisht, nuk do duhet më që të dish gjuhën tuaja. Mendimi jot, vetë se duhet thënë kjo, do mbaroj që në momentin që ti ta vendosësh atë gjën, se më vonë absolutisht je i kontrollueshëm, mund të hakerohesh. Shiko, ti mund të hakerohesh në shumë forma dhe ti mund të kërcënohesh në shumë forma, po flas për një gjë që po shkojmë drejt një epoke që do automatizohen shumë procese. Është ti thua dikush, a di të kurosësh, duhet di njeriu të kuros ose të vendos lavatrishën. Të gjitha këto do të automatizohen. Supozohet harrova emrin e atij shkencarit amerikano-japonez. Supozohet se shoqëritë sipas analizës së tij ndahen me 100 vjeçare, 1000 vjeçare dhe 10000 vjeçare. Në 100 vitet e ardhshme, tha që njerëzimi ishte i ftuar te Joe Rogan, tha që në 100 vitet e ardhshme, njerëzimi do të ketë mundësinë që të kontrollojë gati gjithçka që ndodh rreth tij ndërmjet pajisjeve të automatizuara. Pra nuk duhet të bësh më punë shtëpie, nuk duhet të bësh më procese mekanike, nuk duhet të shkosh më të mbjellësh tokën dhe ta punosh vetë, çdo gjë do të jetë e automatizuar. Çfarë do bëjnë me kohën e lirë? Ajo supozohet se koha e lirë që do t'i jepej njerëzimit do të prodhojë një model të ri funksionimit të shoqërisë, ku njerëzit tashmë do të jenë si zotër dhe hyjni dhe do duhet vetëm të mendojnë për ide kreative ose s'do duhet mendojnë. Pra një komunitet i caktuar do mendojë gjëra shumë kreative, pjesa tjetër e komunitetit thjesht do ekzistojë. Si të kaloj nivelin në Counter Strike. Bravo. Ndërkohë që pasi kalon kjo fazë, jemi tek 1000 vjeçar, parashkimet janë që në 1000 vite të shoqëria njerëzore të ketë propozime konkrete dhe mekanizma konkret të banuarit planetet tjera, pra jemi interplanetar. Po, do të jemi interplanetar, do të kemi teknologjinë që mund të shkelin planetet tjera, mund të banojnë planetet tjera. Në 10.000 vjet do të jemi jo interplanetar, po interuniversal. Pra do të kemi mundësinë që të kalojmë në universe tjera, të zbulojmë universe tjera, supozohet se do të jemi teknologjinë, qofse gjithçka shkon siç duhet dhe nuk kemi ndonjë Trump tjetër që ta çojnë. Jo të lutem koleg, mos mbaj qendrime. Ky emision nuk është çështje mbajtje qendrimi, them dalin ndonjëri që ta çojë zero prap tokën, kupton? Se e ka thënë zoti Einstein që nuk e di se si do përfundojë e dyta, po e treta është sigurisht do kthehemi me shkopim. Nuk e di se do bëhet e treta, po e katra do jetë me shkopim, fal, ke të drejtë. Kështu që pas 100.000 vitesh supozohet që specia njerëzore, nëse do të jetë gjallë, do të ketë arritë të kontrollojë gjithçka, që nga moti, që nga çdo fenomen natyror, do të arrit të rikthej çfarë do lloj organizmi, do të arrit të projektojë në mënyrë shumë të kujdesshme si do njerëzit, gjithçka në 100.000 vite flasim, po kjo teknologjia e të porositurit bebes parashikohet që të jetë brenda 100 vjeçari. Si të porositurit? Të porositurit bebes si e do valla? Ç'a thunë valla? Po. Dua të ngjaj nga stërgjyshi. Ç'a thunë? E bën si ai. Tu pre dora. E mbin të re. Ska si dora jote.
E di mos ka si dora jote absolutisht, po ta bën si dora jote. Si dora jote. Fik si dora jote, më të njëjtën dorë. E frikshme. Njëjtën dorë. Jo, brenda 100 vjeçari. Brenda 100 vjeçari parashikohet që mos të ketë më dementia, do të thënë probleme të çrregullit. Kjo është gjë e mirë. Që për kancerin kanë gjetur gjë? Absolutisht parashikohet që kanceri të kujtohet brenda këtij 100 vjeçari, kanceri të kujtohet siç kemi kujtuar ne që vdiste nga një dhëmball pjekurie. Kështu do të konsiderohet, po. Kështu janë parashikime. Disa kohë fakt që diskutojnë kështu dhe akoma nuk është se kanë bërë përmirësime. U bën rreth 40-50 vjet që diskutohet. Për mendimin tim, ky 50 vjeçar supozohet se është diskutimi kryesor i kancerit, sepse pikërisht në këtë 50 vjeçar ka dhe shumë raste shtuar. Mendoj se brenda 100 vjeçari do të jetë zgjedhur, të paktën sipas të gjithë atyre që ndjek dhe flasin për këtë gjë, kanceri do të jetë një sëmundje trajtuar. Uroj realisht sepse është një sëmundje që po merr shumë njerëz. Sigurisht se kishin propozuar edhe një gjë tjetër. Për sa i përket se edhe vdekjet, një përqindje shumë e madhe vdekjeve vjen si pasojë atakeve ose infarkteve kardiake. Do të zgjidhin dhe muhabetin e zemrës? Po, propozimi ishte ky që brenda 100 vjeçar, po unë mendoj se do të jetë shumë herët se 100 vjet, sidomos shoqëritë zhvilluara, do të merret një lloj čipi i cili vendoset në qenë lindje dhe do reagojë në momentet që në lindje dhe do të jetë ne në fakt e kemi atë teknologji, është holteri që thonë i zemrës, që është rregulluesi i sistemit dhe i nivelit elektrik. E kanë çuar në një nivel tjetër. Do ta çojnë në një nivel tjetër i cili do të monitorojë vazhdimisht rrjetet e zemrës, do të jetë në një simbiozë të vazhdueshme me sistemin elektrik të vetë organizmit dhe në momentin që do të ketë çrregullime do të ndërhyj për të parandaluar. Sigurisht ai do të bëjë monitorim të vazhdueshëm nëse ka ngushtim, tjetërsim të gjakut në kohë reale, do të parashikoj gati çdo gjë. Do të parashikoj çdo gjë dhe thonë që infarktet e miokardit dhe ataket e miokardit e zemrës nuk do ekzistojnë më, pra nuk do ketë më vdekje për shkak të këtyre natyrave, që do thotë njerëzit do bëhen më pasiv se kurrë. Thënë të gjitha këto. Thoj, duhet për natën?